Ndërmarrja e gjelbërimit në qytetin bregdetar të Vlorës ka nisur një aksion të përgjithshëm në zonën e Lungomares për zëvendësimin e pemëve dhe drurve të dëmtuar në hapësirat e gjelbëruara të shëtitores dhe mbjelljen aty të pemëve drurve të rinj. Meria Meduraj, përgjegjëse e brigadës, grupit të punojësve që çdo ditë punojnë në përkujdesin e shëtitores së Vlorës, tregon se pemët, kryesisht Alpicia, që ishin mbjellë në Lungomare, po zëvendësohen me pemë të tjera, si ato të llojit pish, palma Washington, blina dhe plep afrikan, të cilat gjendeshin në fidanishten e Vlorës. Sipas Durajt, janë më tepër se 100 pemë të reja, të cilat do të mbillen në Lungomare. Sipas përgjegjëses, bimët e reja që do të mbillen janë më rezistente ndaj kushteve atmosferike dhe i përshtaten klimës bregdetare në Vlorë. Faleminderit për televizionin 6+1 që interesohet për mbarvajtjen e punës së ndërmarrjes së gjelbërimit Vlorë. Nuk është vetëm sot, ne kemi filluar dhe të shtunën e parë, që hoqëm 8 pemë të thara, i zvendësuam me pisha që i përshtaten vendit këtu bregdetit, dhe sot kemi filluar me të hapur gropat tek pemët që janë tharë nga firma që i ka mbjell, dhe po i zvendësojmë me pemët dekorative të ndërmarrjes së gjelbërimit që ndodhen në fidanishten Pusmezinit. Janë hequr Alpicia të gjitha dhe po i zvendësojmë me pisha, me blina, me palma Washington dhe me plep afrikan që po zvendësohen sot. Dhe sot janë 14 drur dekorativ që do zvendësohen. Dhe puna do vazhdojnë nesër dhe në vazhdim që të plotësohet pjesa këtu tek Lungomarja dhe në vazhdim. Po pa frikë 100 janë këtu te parcelat të Lungomares. Pa frikë. Po këto janë rezistente që i përshtaten klimës. Unë të paktën jam punëtore 45 vjeçare në këtë ndërmarrje dhe pak a shumë di nga kjo punë. Kam mbaruar një shkollë të mesme bujqësore, kam bërë një kurs dhe jam totalisht e bindur që këto bimë që po zvendësojmë do i rezistojmë bregdetit. Meria Meduraj, gjithashtu si një profesioniste, njoh se mire sektorit të gjelbërimit dhe bimësisë, thos se pishat janë pemët të cilat nuk duhet të vendosen në vijën e parë pranë bregdetit, pasi ato sipas saj nuk i rezistojnë dot kushteve atmosferike dhe duhet kujdesur që të vendosen në një distancë 15 metra larg bregdetit. Sipas Durajt, palmat janë pemët e duhura për qytetin dhe klimën e Vlorës, por gjithashtu edhe pemët si plepi bardh, blini, akacia dhe tespiet. Po pishat i rezistojnë, po jo afër buzës së detit. Pra jo në vit të parë. Jo në vit të parë, por në një vit të dytë. Po me ashme, po 10-15 metra është rezistente. Palma dihet historikisht që është për Vlorën. Palma është pema më e durë. Po palma është më e durë. Ka disa veçori të palmës? Po palma historikisht këtu Vlora dihet që është Vlora i palmave. Dhe pemët e tjera duke i parë në një pjesë të dytë që të mbillen dhe janë rezistuese. Ja tek e kemi plepin e bardh aty që është reziston. Akacia është rezistuese, po duke u mbjell pak më tutje, blinin, rezistues. Kështu që të gjitha bimët që ne po i mbjellim janë rezistuese për pjesën e Lungomares këtu. Duraj tregon gjithashtu se në fidanishten e Vlorës ka një tjetër sektor të ndërmarrjes së gjelbërimit, i cili merret çdo ditë me mbjelljen aty të bimësisë së ndryshme, për kujdesin ndaj tyre në mënyrë që ato të rriten deri në një farë madhësie dhe më pas të mbillen në qytet. Sipas saj, pjesa më e madhe e pemëve, të cilat mbillen dhe janë mbjellë në Vlorë, janë pemë të cilat përkujdesen çdo ditë dhe trajtohen në fidanishten e Vlorës. Palmat ne kemi në fidanishte. Janë palmat që janë prodhuar historikisht në fidanishte. Nuk po marrim palmat që t'i blejmë, po kemi palmat që punohet në fidanishte. Janë apostafat punëtor që i mbjellin me fara, i bëjnë shërbimin e dur dhe ne nga ato po i marrim po jedhim në qytet. Dhe palmat në qytet po i marrim nga fidanishtja. Nuk po marrim nga një vend tjetër, janë apostafat punëtor të specializuar dhe në fidanishte. Që i mbillet sektor tjetër. Po, është një ndërmarrje është. Atje është baza që prodhohet, se unë atje kam qenë. Po, unë atje kam qenë dhe palmat merret fara e palmës, se çdo lloj palme merret me farë, mbillet, trajtohet dhe duke u rritur dhe idhet në objekte ku është e detyruar që ka kërkesë nga çdo subjekt, me fjalë çdo brigadë për të mbjellë. Ndërkohë, është e pamundur që të ndërhyet për pemët e llojit pish,
të cilat janë hequr prej hapësirave të trotuareve dhe shëtitore së Vlorës, pasi këto pemë duhet i zëvendësoj firma e cila ka realizuar projektin dhe nuk mund të zëvendësohen nga ndërmarrjet në varësi të bashkisë në një projekt i cili ende, sipas informacioneve, nuk është marrë në dorëzim.